Ndryshe. Avioni me numër 307 sa për shulur në aeroportin Nën Tereza dhe zbresin pasagjerët më të bukur. Ndërkohë Antonella do bëjmë një jingle. Ti si stewardess dhe ne si studio. S'ka gjë, po bëre kështu dhe përsërisim prapë. Shiko, të dhënat janë. Në bordi është i Top Albania Radios, pra avioni është Top Albania Radio. Pilotët janë Elona dhe Salsano. Kush është kapiteni e kush është first officeri? Mirë, kapiteni first officer. Qyqa. Kapiteni ti ç'kem, ka belezet kapiten femër. Mirë. Fluturimi është do të martë nga ora 18 deri në orën 20 me kapiten Elona Duro dhe për çdo që kemi thoj, kaloje valën te Top Albania Radio dhe do gjetsoni. Të dhënat janë bordi Top Albania Radio, fluturimi çdo të martë nga ora 18 deri në orën 20 me kapiten Filan Fistekun. Hajde i herë ta provoj. Hajde. Ule bazën. Bëjmë prof për aktorë, ule bazën. I rrugë 2 punkte. Kyç jam keni fut daloshën duke. Antonella tani e mori vesh që është live. Imagjinoni avanca. Është akoma anaje. Kam fjetë ngjosh nodës. Mjesit, hajde. Okej. 3 4. Të nderuar pasagjerë, mirë se vini në bordin e Top Albania Radio. Në emisionin Ndryshe, ku transmetohet çdo të martë dhe të enjtë nga ora 18 deri në orën. Çdo të martë vetëm. Çdo të martë. Sa super qena. Ase e bëjmë fund. Bëjmë fund. Ço më shumë bukur ishte. Hajde një herë. Çdo të martë dhe të enjtë. Po heqim pa të enjtën. Edhe një nga fillimi. Çdo të martë në ora 6 deri në orën 8. A doni me orë, a nuk e doni të më të enjtën, a se keni? Jo, po e mora unë këtë informacion. Ku di? Po kum doli? Tente nikën Bergamo ti me këtë. Hajde vim prapë. Hajde bëjmë pastaj. Çik më shpejt. Se bëjmë një provë gjatë publicitetit. Bëjmë provë. Po i kthehemi edhe një herë fluturimit. Ka ndonjë, ku diun, ka ndonjë histori shqiptare që do ta ndash me ne, se unë shkrijem me shqiptarët në mod. Po pse a jemi ne të vetmit në botë që pa ul avioni hapim kopertamentet dhe duam marrim çantën dhe tikim, moj. Po çanta shkryesur. Pa ul avioni. Kjo është më e bukur. Vazhdojnë shqiptarët të bëjnë budalliqe të tilla? Po, çolla një rast, faktikisht ishte edhe pak i sekleqëm për disa pasagjerë dhe normalisht ne u detyruam me hap dyert e avionit për me. Ne ecim? Jo. Sa kishim lviz pak kur rikthym edhe një herë, edhe pse ç'a ndodhi? Kishte harru dikush një familjar në aeroport. Po mirë, se nuk ka ky problemi. E di çam kujtohet me këtë. E gruaja që po ikte me një gjoks për jashtë në rrugë. E kishte nxjerrë një gjoks i tha. Çfarë bën si? Kam marrë çulin në autobus. Po mirë, domethënë ne morëm si situatë. Nuk ishte ky problemi. Problemi ishte te pasagjerët e tjerë që nuk po e mirë kuptoshin situatën edhe erdhi njëri çon marr këta tha. Çon marr këta se si vjen morë tha. Po çon marr këta po si harrohen marr. Po mirë thash mos do të inshallah s'bjen për hise. Me na fal. Veç kur po vjen shkolla edhe herë. Ti mos fryma. I thash çka ke? Pse po vrapan? Kam harru çonte. Po ti çfarë bote i thash? Tjetër? Ja, po kiçi po. Kyçi po bënë numra. O zemra, a ka më nga këtë histori që merren me vete gjen baklava pul patate. Jo, një sekondë, kam më shumë se mos ta iki kjo, se mos harroj. Këto personazhet VIP, ta artistët e mëdhenj ta kështu. Kur vin kanë tangëlli kështu, janë ç'a bëjnë ta në përgjithësi. Për ke fjalën më. Se ka Se go. Deri ku shkon tangëlliku këtyre për shkak? Shkon deri në aty sa me vesh 7 kapuça, 13 pol syze. Po mos bëj pa gjoja? Edhe moska, do të thonë unë as nuk e kam idenë, vetëm kur vin për shkak kolekt din se kena në bërd filanin. Se për shkak janë edhe këta mosha që kanë edhe më shumë kohë për me njeh showbizin edhe për me po unë faktikisht Nga që s'ke kohë si njef. Jo, po problem, unë kam shumë problem shumë të madh. Unë ka herë edhe familjarët nuk e njoh në bord, imagjino. Kush maskohet më shumë nga personazhet e famshëm? Nuk po du me dhënë emra, po du me tregoj situatë shumë. Hajde, më tregoj situatë, pa emër, hajde. Nga që ka personazhe që edhe ndryshojnë lukun shumë shpesh. Faktikisht mu më bani përshtypje se po na fliqin anglisht, faktikisht këto që ulen të rashti i parë. Edhe nuk e kisha mendën se Tu fol anglisht më fal. Edhe nga që nuk e kisha mendën se isha tu kryer të marr disa dokumenta, jo të u marr me kapitenin, jo me këto toks edhe dosha më deri me vazhdu punët e mia. Shaf dikën që po vete mos keni hekte vete gjyslyke
Maskën, ato maskat e Covidit. Zed, po, zez. Shumë zi. E shoh dikën edhe me mjekër, kishte dol mjekër si t'jap nesër se s'po dora më përgjigj. Pavarësisht se para gjikume tash nuk njehet më. Po mirë, jo s'ka një gjë, pse nuk është shara ajo. Çfarë e ka gjatë mjekër? Ashtu ishte. Po. Edhe kishte vu syze atë na po mshet edhe I thamon çuçja. Thot mun kolego, a njef? Jo, I thamon, se njef, nuk e kam idenë. Edhe I thamon, kush është edhe më tregon emrin. I thash, po mirë, I thash, çka ka mu më sheh këtu se s'po marr vesh. Ishte nat? Ishte krej ditë. Ishte këngëtar ky tipi? Po se këngëtarët na më shehen zakonisht. Këngëtarët shehen më shumë, se politikan sa shehen me mjekër gjatë. Këngëtar popullor? Disi? Tallava. Prit tash kur je ofër thuhet zjerm, ti ishe ujë. Zjerm? Lere gjeta, mandi një shtull. Me vërtet? Po thonë njerëzit e kam thonë në Marsel. Jo, ai ishte. Çai ka mikroman. Me syze gjithmonë mandi, la I ka qenë. Sa mirë. Çuni mirë mandi. Sarine. Po se më shumë I sjellshëm. Mandi fliste anglisht? Jo, po fliste personi I ofër dhe në inovacion bashkë. Po shumë I sjellshëm. Më pëlqeu që flet mandi anglisht. Pra më së shumti fshihen edhe kanë këto tangëlliqe këngëtarë. Ka këngëtar që kalojmë shumë nuk thonë as mi mbrëma ose mirë pafshim kur dalin nga avioni. Ç'do të thonë mirë pafshim? Ç'është kjo fjalë Marcel? Nuk e përshëndesin. Nuk përshëndesin fare. Ka personazhe të njohur që ulen në rresht të fundit? Po, Elona Duro. Po dhe unë jam gjithmonë rresht fundit. 39 isha këtë. Sa numri ishte? 39D. E fundit fare. Mos u 39 Elona. Jo, lart qop. Edhe ta gota çdo ti këtu. Shumë po këto mëra, se s'kam ndonjë problem. Nuk kam. Çfarë problemi ka? Bilet mua më pëlqen edhe fundit ndonjëherë se un flas me suartë gjithmonë. Rri aty aty ata. Me Elonzi ke përball. Dhe del shpejt. Ndonjë histori, ku diun, ndonjë histori të frikshme në ajër ka patur? Frikshme, thash, në Shqipëni nuk është se kena pas fatin. Cili është shteti me më shumë turbulenca? Nuk ka një shtet që veriu I Italis ka turbulenca më shumë se pjesa tjetër për shembull. Okej, Genova është një ndër ato. Okej. Mos shkon Genova. Se bajlojna. S'ka për shkoni. Me këtë që kam një gjuhë. Po veriu sepse është ka klimën më të ftohtë edhe për këtë arsye nol. Edhe zbritja në Tiranë është edhe Tirana. Ka pasur rast kur ka dashur të hapi derën e avionit? Pasagerët? Po ka nol që kanë dashur me e bë, nol. Kanë tentuar, është edhe një rast, domethënë që pasagjeri ka tentuar prej kuriozitetit me hap një derë. Ajo jep sinjal sigurisht. Po, në sekonda. Nuk hapet dot me dashme. Unë këtë kam frikën më të madhe. Gjatë fluturimit. Nuk ka hap dot. Kanë shumë presion, nuk hapen për kollaj. A është e vërtetë që pilotët flën gjatë fluturimit? Quhen controlled rest, edhe e kanë të drejtën për me pushu gjatë fluturimit, po patjetër. Janë gjithmonë dy? Patjetër, gjithmonë dy, mandej varet në kompani të mëdha janë edhe më shumë. Po juve ju lejohet gjatë fluturimit të hyni në kabinë? Po. Ju lejohet. Unë më pak prej statusit që kam në kabinë, se duhet të jem më afër pasagerëve. Pasagerëve, po. Por në momentin është rregulli, domethënë që kur nolli problemi me Germanwings që një nga pilotat mori vendimin për përplasur avionin. Që atëherë është vu që në momentin që njëri nga pilotat lën flight deckun, pra lën kabinën e pilotimit, një steward tjetër duhet me hyrë dhe me ndajt me kanë aty prezent. Pra nuk mund të rrinë asnjëherë një pilot vetëm. Keni informacione pak a shumë juve për pilotimin? Po, ne na është bë trajnim se si me fol me kullën e kontrollit në raste kritike. Sidomos kur fillojnë steward të ri që fillojnë punë, dy nga këto fluturime, pra një take off që e quajmë ne, pra ngritja e avionit, edhe një landing që është zbritja, e ka me detyrim për me kanë me pilotat, cilët I shpjegojnë disa komanda. Pra do të thënë ja vënë në zbatim në thojza atë që ato kanë mësuar gjatë trajnimit. Gjatë trajnimit, po. Kush janë më të mirë, meshkujt apo fermat si steward? Ne kena edhe djemë dhe vajza, përpara në kompaninë ku kam punu përpara, kena pas shumë pak djemë dhe I kena pas si sytë e ballit, si më thonë. Kena pas shumë pak se nuk kanë preferuar djemë. Ti je naty që punon më radh me djemt apo me vajza?
Varet. Në cilin rast nuk niset një avion, kur ka shumë erë, kur ka mjergur, kur është fortunal apo janë disa raste të cilat kulla e kontrollit, domethënë jep atë sinjalin kabinës pilotimi pra pilotave, normalisht edhe ato të bë parametrat të llogarit për aty në domethënë limitet. Janë limitet kur po dhe kur jo. Era e fortë kur kalon një shpejtësi caktuar nuk lejohet absolutisht për me vazhdu një fluturim, pavarësisht se kjo i mërzit shumë pasagerët. Edhe është diçka që pasagerët nuk e mirë kuptojnë, sepse në disa raste kur varet nga trajektoria ku ti e ke nisjen, atje është raja zez. Po këto shohin që po thot u nis filan fluturim, po më nis, po varet nga ka nisjen. A është vendimi pilotit, pra thot piloti unë e bëj këtë destinacion edhe pse atje më jep kohë keqe. Jo. Pra nuk është vetëm vendimi pilotit. Jo, sepse vendimi pilotit, nëse e merr si vendim personal, ai mundet me ja dal, absolutisht. Po kjo është në bazë të shkeljes të protokollit. Edhe aty mund të hiqet edhe licenca në këtë rast. Juve keni kështu për shembull që kur ka vonesë avioni, është këtë pyetje se ka publicitet. Është i shaqur. Kush ka paguar me skerdo? Nga që është dita e punëtorëve, jemi të gjithë në qef se jemi punëtorët më të dalluar në Republikë. Po një vajzë që i bën të gjitha në jetën time nuk kisha takuar asnjëherë. Po të gjitha është i ka, ja, do ta puth tash. Prezantoje një. Kristi Gongo është në studion e Top Albania Radios. Mirë se erdhe, mirë se erdhe. Mirë se erdhe Kristi. Shumë edhe për fjalët, nuk e di, më të mira që mund të dëgjoj ndonjëherë jeni kështu të ëmbël sheqe. Po tani një vajzë i bën gjitha, unë nuk është se takoj shpesh, do të jesh dhe bojaxhesh dhe rokaçiçe dhe peshkatare dhe si mbiemri jot unë s'kam gjuar asnjëherë. Është vetëm në Shqipëri apo? Është i veçantë, po nuk para dëgjoj. Nuk kam ndeshur, nuk kam hasur njëri me këtë mbiemër. Okej, mirë. Përveç se kushërim vetëm. Po sigurisht. Ti Kristi e di ku ka. Si më thën Kristi tani, edhe kushërini ka me mbiemër tjetër. Kristi e di ku ka ardhur, ule pak bazën, ta dëgjoj Kristi dhe të gjithë se ku ka ardhur sot. Tani fjala për Antonelën. Të nderuar pasagerë, mirë se vini në bordin e Top Radio. Nisja çdo të martë, ora 18:20, Airbus ndryshe, kapiten Elona dhe Salsano ju urojnë një udhtim të këndshëm. Tani fillojnë turbulenca. Top Albania Radio. Ka bërë një spot vogël stewardesa e avionit Top Albania Radio. Sa bukur. Edhe vetëm ju në Top Albania Radio. Nga i vetmi avion që ne nuk zbresim. Emisione ndryshe mund të bëni që të bashkoni shumë njerëz të profesioneve të ndryshme në këtë ditë që është shumë e rëndësishme. Se unë vërtet jam përpjekur të bëj të gjitha me punëtorët në profesione të ndryshme, po i kam bërë në episode të veçanta. Në një episod. Ju po i bashkoni. E ke frikë avionit? Unë jo fare. Domethënë më pëlqen shumë të udhtoj. Madje edhe shkruaj kur udhtoj. Në avion. Në episodet e tua ke patur si punë stewardess? Jo, dhe do doja shumë, madje kam pasur disa oferta që t'ju bashkohem, kështu që me siguri në sezonet që mund të vinë do kisha shumë dëshirë. Po. Mendojmë se po. Pun pas e ka rikthehet në Top Channel. Pavarësisht se kemi qenë paksa goxhat ngarkuar, duhet thënë, në departamentin e informacionit, sepse zgjedhjet ku kam ngarkuar se aq paksa. Si sillen Antonela, si sillen gazetarët në avion? Për gazetarët i kam pas shumë të mirë, se kanë kënë të Top Albania Radios pjesa më madhe që kam pas në bord, kështu që ju kam për zemër. Janë si në mënyrë fantastike. Shumë Greta Duma ka qenë në avion me ty? Nuk më ka qellu. Po Ledioni. Ja, nuk më kanë qellu. Fevziu. Do kisha pas shef. Po blet Fevziu, jo? Ja, nuk më ka qellu, kanë qellu. Po Jamie Sheu. Ja, Jamie do të pas. Po kush ka qellu? Jo, e di pse e gjeta. Mami rishtuar me maskë. E di pse. Se është low cost. Alo. Folëm për njerëz me charter. Ja, më jashtë të fluturon kryeministri me ne, tjerë mandejnë. Po, me qëra fjalla, kryeministri si sillet në avion? Shumë mirë. Shumë mirë. Ulet ku ti bi bileta, apo është gjithmonë i rreshti parë? I ka këmbë të gjata, nuk kujto Jo, se kam qenë në disa fluturime që është ulur random. Në përgjithësi politikanët, domethënë, ka në një specifik që dojnë vetëm vendin e parë dhe e kanë blej sepse e kanë blej për gjithë vitin? E kanë blej për gjithë vitin, po, është e vërtetë kjo. Janë persona që fluturojnë shumë shpesh, por jo, po kjo oferta 4 vite siç është mandati nuk e keni.
Krisi. Edhe po thoshe që ulen edhe rrinë edhe në mënyrë shumë të natyrshme. Ja, nuk kena pas probleme. Ne jemi gati në fund, po nëse ti aktoren që ti e ke pasionin tënd, që unë mendoj që nëse do të kishim një rol për ty do të ftojmë patjetër këto javë që kanë mbetur në Portokalli për të testuar edhe një herë, por sigurisht duke pyetur e prorët, se unë nuk mund të marr vendime. Por nëse ti s'do bëj këtë profesion, çfarë profesioni tjetër mund të kishe bërë në jetë ti? Është diçka cilën momentin që i kam hyrë këtij profesionit, është shumë e vështirë për me menu mu shkputa dhe me menu diçka tjetër. Për me menu një profesion tjetër, mendoj që i ka ardhur fundi pasionit tem për udhtimin. Kështu që nuk e mendoj. Nuk e mendoj. Por aktoren është një ëndër që flet brenda te. Po më thoshte që Portokallin e ka ndruçi fëmijë. Edhe do isha shumë e lumtur ta shihja. E mora vesh dhe unë do flas me regjisorin, edhe me producentin, edhe nëse ata do pranojnë. Shumë bukur. Do marr një stewardess, luaj një, madje ne kemi pas 2 role stewardessash, do të kisha artit, kisha bërë stewardessën aty. Jas, nuk se e ka bërë Lejka, Lejka, një kurse një e bëri Romiri. Leja është fantastike. Romiri 2 metra 8. Që del mbi avion. Faleminderit shumë dashur, fluturim të këndshëm sa herë ti je edhe ku diun të vazhdosh ta bësh të njëjtën punë me pasion edhe ti je sidomos pra njerëzve që kanë frikë si unë dhe Salsano. Po dhe gjithë ata që do ta shohin në YouTube emisionin ton, kur të shikoni juve Antonelën në avion thoni, "Oh, të kemi parë këtë Albania." Shumë faleminderit. Ku do u thash nesër për 1 maj? Për 1 maj jam pushim, shqyr. 2 maj. 2 maj ku e ke destinacionin? 2 maj kisha Eindhoven, po kam fluturoj mjesit, unë përgjithsisht fluturoj darkave. Kam Eindhoven Pisa. Kështu që për pasagerët që do jenë Eindhoven Pisa i mirë. Po direkt me Norvegjin ka filluar? Direkt me Norvegjin Oslo. A din ti që s'kam Sandefjordi, a di që s'kam pyet. Nda 2 më thanë fillon. Duket se ja. Në përgjithësi njerëzit, më falni që po zgjatem, më shkruajnë mesazhe, po pse ke bileta, po pse kështu, po pse ashtu, i them po se kam idenë hiç. Ka herë në ndonjë destinacione të reja që nuk jam as e informuar sepse përqendrohem te ato që më kanë vënë me flutur. Kur shikosh Krisin në avion, do ta mbash në ajër, aq mirë do mbash. Çoj një dobjo gane. Publicitet, ka lajmet e orës 19, kthehemi pas pak.